Nga tetori pensionet në vend do të indeksohen me 2.5%, por kjo shifër është shpritur me pak kënaqësi nga qytetarët e Vlorës. Të moshuarit thonë se shtesa prej disa qindra lekësh nuk mbulon dot rritjen e çmimeve dhe nuk ka ndikim real në jetesën e përditshme. Unë mendoj që është një rritje shumë e vogël, se është folë që do rritesh 4%, tash ti dolli 2%. Për atë për çmimet nuk jam kompetent që ta them se është e barabartë apo jo. Nuk ka bërë rritje pensionet, çfarë premtimi? Kemi kohë që s'është arritur pensionet. Janë pallarvat e qeverisë Rama, jo e të majtës, po e vetëm e Ramës me qeverinë, që do të kaloj dhe pak kohë që të mbaj pushtet. Është me 2.5 e mjaftueshme për rritjen e çmimeve? Është aq e pa llogarisme, tha që bëj gabim. Unë po të vetëm marr pensioni, po më lejuan do lot t'ja dërgojnë Ramës. Ti këtë se nuk i mjafton rroga se ka 6 milion. Indeksimi me 2.5% është i mirë për ata që kanë pensionin e madh, se marrin shumë. Për ata që kanë pensionin e vogël, është i pamjaftueshëm. Indeksimi 2.5% do të jetë nga vlera e shportës, jo nga vlera e pensionit. Si nga vlera e shportës? Si nga vlera e shportës? Po, ku do bazohet? Do bazohet e pensionit që kam. 2.5% e pensionit. Për atë që ka pensionin e madh, është i mirë. Për atë që ka pensionin është kot fare. I themi shokut Rama që mos na gënje me këto gjëra. Ajo nuk është rritje, është kompensimi i rritjes çmimeve. Sa duhet të ishte rritja për të përballuar kostot e jetesës? Po pse duhet ta them unë këtë sa duhet të ishte? Sa mendoni ju? Sa më shumë, aq më mirë për pensionistët. Është e mjaftueshme kjo rritje për ju? Jo, natyrisht s'është. Kjo është thjesht një kompensim me rritje çmimit. E barabartë nuk është, po dhe shikoj që na japin mirë është. Do duhet të rritej më shumë? Po patjetër. Mirë po varet nga kushtet e... Apo i mban premtimet qeveria për rritjen e pensioneve? Po, deri diku po, deri diku. Mbrapa nuk e di. Pensionistët theksojnë se çdo vit përballen me koste gjithnjë më të larta, ndërsa rritja e pensioneve nuk ndjek ritmin e inflacionit. Shumë prej tyre pranojnë se jetesa është e vështirë pa ndihmën e fëmijëve dhe familjarëve. Ai talet me popullin. I ultës shumë çfarë. Këta po tallen me pensionistë me 2 llav, se unë s'parë kam qef shumë të flas televizor. Me 2 llave po tallen, po këta pensionistë nuk kuptojnë asgjë. Ata kërkojnë që qeveria të ndërmarrë masa më të mëdha për përmirësimin e jetesës së pensionistëve, duke cilësuar këtë shtesë më shumë si një kompensim simbolik, sesa një rritje reale të ardhurave.